Ne po vazhdojmë të sjellim të ftuar shumë special, shumë të veçantë gjatë kësaj jave në Gramafon. Besa Cakaj, Vjosa Husaj dhe Fatime Sopjani, ju përshëndesim shumë, ju urojmë mirëseardhje dhe ju ftojmë me u shoqëruar me neve deri në orën 12. E derisa ne po sjellim detaje të tjera rreth prapaskenës dhe rreth punës së madhe që bëhet në festivalin e këngës në RTK edicioni 3 që na ka mbet edhe një javë kështu deri tek ethet e natës së parë festivalit këngës. Gjatë gjithë kohës kemi sjell aspekte të ndryshme të këtij festivali, por sot do të fokusohemi tek puna e çmimeve, që edhe kjo këtë vit është risi në edicionin e 3 të festivalit të këngës. Do të rikthehemi paksa në kohë, do të rikthehemi në akordet e Kosovës. Madje edhe çmimet janë rikthyer dhe do të jenë të tilla. E për me kuptu pak më shumë rreth kësaj pjese rreth këtyre çmimeve, neve na ka fol javën e kaluar në kuadër të këtij emisioni edhe Zona Ramadani, edhe ta dëgjojmë ç'na ka thënë Zona edhe pastaj t'ju prezantojmë se çfarë do të flasim ne sot. Përndryshe është edhe shpërblimi i fituesit, është ndru, është vjen me një skic tjetër, me një fush tjetër materialeve, edhe vendi i dytë edhe vendi i tretë, po ekstra është e kanë futur edhe çmimi i tekstëshuesit. Po, sepse edhe ajo është një çmim i ri. Do thonë si vjet kemi janë 6 çmime. I vetmi është çmimi që është qesi violinës, që ajo është njëjtë, është e punuar nga filigrani, ajo ka mbetë njëjta. Këto 5 çmime tjera të treja. Që janë tash e shohim mentin tonë aty. Do të thonë ato janë të punuar me enka. E kemi dëgjuar pra Zona Ramadanin që janë 6 çmime për këtë vit në edicionin Fest 3 dhe ne pikërisht këtyre çmimeve ju kemi kushtuar vëmendje gjatë ditës së sotme dhe me theks të veçantë tek mjeshtrit e këtyre çmimeve. Pra skicat janë bërë dhe janë dërguar te më të mirët për t'i bërë këto skica. Kështu që Vjos do të nisim me msafirin e parë ta prezantojmë. Do të nisim me intervistën e parë për sot që kemi mjeshtrin e filigrani që është pas Okarinës së artë, është zëtriu Bashkim Tejeci që kohë gjatë është pranë artit të filigranit e padyshim që ka punuar shumë në festivalin e akordeve të Kosovës pikërisht Okarinën e artë dhe jo vetëm vazhdon të jetë aktiv me punën e tij të përditshme edhe në festivalet të Kosovës, festivalet të muzikës dhe jo vetëm, e për cilin padyshim që do të diskutojmë edhe do të kuptojmë sigurisht edhe shumë detaje të këtij arti shumë veçantë me një simbolik tepër të madhe. Kështu që tashmë në studio e kemi zotriun Bashkim Tejeci, i cili është mjeshtër i filigranit. Zotri Tejeci, mirë se erdhe, na kjo ardhë nga Prizreni, falenderojmë shumë që na ke nderuar me ardhjen tënde edhe në këtë intervistë. Faleminderit për ftesën, ishte kënaqësi. Faleminderit edhe për ju. Faleminderit ty edhe krejt këtyre njerëzve kaq të veçantë që po vazhdojnë t'i mbajnë në jetë zeje kaq të rëndësishme që janë, siç është edhe filigrani, ndërta e Dene Prizreni, Gjakova, ndoshta për po m'duket Prizreni është ai pak më shumë që prin sa i përket kësaj zeje. Po atë pyesim fillimisht se si ke nis me filigranin dhe me këtë zeje, zotri Tejeci. Faleminderit edhe një herë për ftesën. Po, fillimi karrierës time në zejen e filigranit, në artin e filigranit ka qenë ka shtye se në rrethin ku kam lind dhe jam rrit, pjesa dërmuese e shokëve të mi të fëmijërisë janë marrë me zejen, do kam pas ekonomi familjare, atë po thon për vitet e fillimit karrierës time, do në vitet e 70-ta asi. Kështu që kur vike sezona për mu pregatit për sezonën e verës, atër u detyrojshin të gjithë mu mobilizu për mu pregatitën me kohë që shkojnë ta shpëndajnë apo ta shesin mallin në përbregdetin e Jugosllavisë të atëshme. Kështu që unë ndisha atë mungesën time që u anashkalojsha, e prej aty më lindi ajo ideja që të shku të afru gjëja më ndim mu, edhe prej aty veç nisja e dashuria parë ndaj zejës filigranit, ndaj artit filigranit. Mande pata fatin jetën time që u hap shkolla, atër ka qenë shkolla e mesme profesionale drejtimi i filigranit,
edhe pata fatin konkurova, u pranova, 3 vjet kam qenë nxënës, atëherë ka qenë kooperativa e Kujundjive u thuke, mande me kalimin e kohëve u ndrojshin titujt e asaj, po në fund ka qenë fabrika për prodhimin e metaleve të çmueshme prej arit dhe argjentit, Filigran, ku kemi pas diku 145 punëtor, ku çdo vit merrshim nxënës të ri, domethënë hapshim në për shkollat mesme profesionale, hapshim konkurset për nxënës të ri dhe prej aty përgatitim kuadro të reja. Prej aty ka nisën faktikisht dashuria parë, po që ke vazhduar gjatë gjithë jetës. Por sot a ekziston ende kjo dashuri dhe ky interesim për zen e filigranit nga ana e trinëve, zotrit Eci? Po unë po flas njerë mas pari për veti, po ta kisha edhe një jetë unë prap asnjë profesion tjetër nuk e kisha ndru, atë se është me të vërtet është qetësi e shpirtit, edhe pse në shikim të parë duket zeja filigrani duket që është punë me nerva, punë durimi, punë asi, po është me të vërtet kur e shet që prej një teli, prej asgjë po krijojsh diçka, edhe në fund po arrin atë maksimumin e një bukurie artistike, domethënë është një kënaqësi shpirtënore dhe qetësi shpirtënore asi. Po mundomi, nuk tash mos me qenë jo falemderus, kryetari i komunës Prizrenit na ka ndihmuar shumë në këtë aspekt, domethënë në përkraje edhe morale, edhe na ka ndihmuar me disa përkraje kështu që të hapim kurset për gjeneratat e reja, edhe po majmë edhe kurse, po qëllimi ynë ka qenë, po nuk është mbar prej komunës, është mbaret prej qendrës, domethënë të hapim një paralele shkollës mesme profesionale, ku nxënët masi që ta kryejnë, domethënë unë kam shkuar në atë sistemin sikur unë çush e kam pas në atë kohën time, e kryejnë shkollën e mesme, bosh mjeshtri i filigranit, merr diplomën, por nëse nuk e gjen veten filigranin, nuk do me vazhdu, atëri ki gjitha rrugët e hapuna si në fakultet si çdo nxënës tjetër i shkollës mesme. Po zotërit e Eci tash do të fokusohemi pak sa më shumë tek Okarina Art, besoj që edhe ju e keni shumë për zemër këtë pjesë, edhe do të rikthehemi pak sa edhe tek vitet e akordeve të Kosovës kur ju e keni punuar pikërisht çmimin e Okarinës së Art. Atë kujtohet ajo periudhë për cilat vite po flasim, atë kujtohet si ka ardhur deri tek ftesa për me e bo me mjeshtrin tënde Okarinën e Art. Po Okarina Art, domethënë në kuadër të akordeve të Kosovës, domethënë na e dim krejt që ato janë prej viteve 60-ta, domethënë unë atëherë kam qenë, po unë e mojnë mend, domethënë ka qenë dikun vitet dikun 83 nëse zgaboj se ka vite që ka kalu, domethënë kur kom pas fatin që unë ta punoj Okarinën e Art. Edhe po detajet më tepër unë kam qenë atë moshën rinore edhe nuk i kemi regjistruar kush e ka marr, kush po me siguri ata që e kanë marr vitin e 83, ata 83 apo 84 e din që asi, po njëna prej tyne domethënë është punu prej durve të mia. Edhe ka qenë kënaqësi për mua se ka qenë fillimi i karrierës, ka qenë kënaqësi edhe po me një farë mënyrë edhe detyrë e rëndë se një gabim i vogël, domethënë i lën gjurmë të këqija. Po në përgjithësi ka qenë në punim i bukur. Jo i bukur, po i stërbukur, ashtu të shpena. Është vështirë me realizu një trofe nga filigrani për festivalet të tilla, qoftë në atë kohë të akordeve të Kosovës, por ju keni bërë edhe për festivalet të tjera. Me këto festivalet në Prizren që i organizohen, domethënë kemi gjutë përbashkët, unë edhe me zonjën e nderuar organizatore e festivalit si vjen, bisedën telefonike nuk kam guxuar me pranu, ndoshta ju ka tregu, nuk kam guxu se domethënë këto janë shumë gjëra të ndihshme. Edhe nuk bën ato domë filigrani e ka që duhet mundet me të ndodh rasti shembull një ditë nuk e i disponuar edhe nuk shkon puna. Apo të kaplon një farë stresi, një farë s'po di si të shprehna më ndryshe, edhe kështu që atë nuk ka kohë limitum, se mundet një punim me zgjat shembull 2 ditë, po mundet një punim me zgjat 1 orë. Apo tash krejt varet prej çushje i qet, emocioneve tua, disponimit. Tash ta marrish ti domethënë bisedë me zonjën e nderuar, unë i thash atë që është kohë shumë e afërt edhe se kishin bërë disa ndryshime. Po unë ja dërgova edhe i thash origjinali e Okarinës është ky.
Si vjet boneni që doni dhuratat, a për vitin tjetër, po masi që të kryet festivali, kur ta sheh vetën që je qetësu prej streseve të festivalit, lajmëromu, takohemi, bisedojmë edhe jo vetëm okarinën, po edhe qelsi violinës, edhe çka do tjera, domethënë se unë jam mjeshtër i filigranit, edhe nuk i frigohem, domethënë asnjë, nëse vetëm një pjesë, një përqind e ati elementit ka gjasa mu shëndru në teknikën e filigranit, atër nuk i frigohem punës. Edhe e bën me kënaqësi. Po të ndalemi tek okarina, çka është, apo çka e bën kaq të veçantë? Po okarina mas pari është instrumenti yni. Tash historikun në gjithë e dim, po gjeneratat e reja nuk e dhe. Domethënë ka qenë profesori i nderuar atëherë që flitet që është zbuluar në runik, po shpirtin ja ka dhënë, domethënë gjitha ato vite e ka dhënë profesori i nderuar Hoti, i Ndjeri, po. Kështu që mu më kujtohet se me një periudhë është punu okarina art, kujtohet, është punu okarina art, po për shkak prarimit langtarit, domethënë është punimi i argjentit, po okarina nalt është origjinali, domethënë ata e ngjyrosin me ngjyrë tart për mu dukun asi, po, e kështu që po me kalimin e kohës, domethënë janë modernizuar disa gjëra, se në etash si vjet peshadën janë bë disa ndryshime në atë dizajnin e asi, por ata unë nuk kam guxuar me marrë përgjegjësinë atë, kështu që e kemi lënë me bisedu për vitet e ardhshme. Po. Por që të regojmë dëgjuesve tonë, zotërit e Jeci, e tha që dikun të vitin 1983-84 keni filluar me okarinën e parë si trofe, gjithmonë po flasim, por të regojnë a ke vazhduar edhe me festivalet të tjera, po vazhdon edhe tutje të mbash në jetë këtë zeje, por edhe të sjellësh ato çmimet, ato dhuratat, siç po i qunë për më të mirët e festivaleve të ndryshme. Po, kështu, Prizreni si Prizren, ndryshe quhet edhe, ndoshta keni pa edhe prej këngëtarëve, çdo këngë qytetare ka të bëjë me Zambakun. Zambaku është amblema e qytetit Prizrenit, kështu që çdo herë që çdo vit mbahet festivali i këngëve të vjetra qytetare Zambaku i Prizrenit. Etash, edhe në periudhat e para luftës, po, domethënë, kjo është festival që është mbajtur sikur akordet e Kosovës, po ndoshta nuk e ka historikun sikur akordet viteve 60, nuk e di tash më detajisht, po është mbajt çdo vit edhe në periudhat e para luftës. Po mandej më njëherë mas luftës, domethënë viti i parë, i dytë më duket nuk është mbajt festivali për për arsyet, e mandej ka filluar prap mu ringjall apo mu riaktivizu, edhe kështu që unë çdo vit e kam punu Zambakun e Prizrenit, po. Është më vështirë mu punu okarina apo Zambak? Okarina ka ma shumë elemente, don ma shumë kohë, do ma tepër përqendrim. Zambaku është pak ma i thjesht, kuptohet edhe se është festival lokal, festivali qytetit, okarina është festival kombëtar, do më mahet nivel qendror, se ne kështu që i ka disa elemente ma të randa, ma asi. Po përveç festivalit Zambaku i Prizrenit, është edhe festivali i fëmijëve që mahet me datën 1 qershor, është Flutra e Prizrenit, është Flutra, festivali i flutrave, kështu që edhe ata e punoj çdo vit. Kështu, do më thonë, nuk i ikim, po përveç festivali edhe majmë shembull kemi logo, kemi çdo gjë që kërkohet për neve. Shembull kom pas rastin herën e fundit, shembull kom punu vrapusja Prizrenit për Federatën e Kosovës, Federatën e Sportit Kosovës. Çdo gjë, përgjithësi, do më thonë, nuk i hikim punë përgjithësive. Nuk e tremb me një fjalë, zotërit e Jeci, nuk e tremb as pak puna që ka të bëjmë me filigran, kështu që pse jo interesohet edhe i sjell këto çmime, këto dhurata të jashtëzakonshme. Është një punë me vërtet e çmuar, një punë edhe bukur që duket, pastaj edhe vlerësuar edhe nga njerëzit, po për një proces të punës bashkë më intereson përafërsisht edhe pse po tregon që jo çdo punë e ka të njëjtën në fat. Për shembull, një okarinë art, sa kohë
do t'i merë me I punu, tamam me ato elementet që I ke bërë në vitet e 80-ta. Kur jenë disponimin më të mirë, po flasë. Po, këqyre, punë efektive, do më thonë, kur të marrë shkretmi grumbullu, edhe disponimin, edhe vikendet, se ka njerë edhe shpirti do në me pushu, kështu që, po të thëmë, një muj dit, një muj asociaci, do më thonë, për me punu, nëse punon për çështje biznesi, do më thonë, shkele shko, atër të mund është edhe basi, po, kështu një muj duhet punë efektive. Me qenën se I ka çdo element që nuk guxosh, që më më kujtohet te Zambaku I Prizrenit. Poshtë te Z-ja, unë pe marr si shembull, ndoshta s'ka të bëj me, nëse s'ka bëj, ka edhe me Okarinën të bëj, shembull te Z-ja janë notat muzikore. Edhe ato duhet me pyet një profesionist, domethënë ku mundem me vendos. Qenë ku duhet, sa duhet me qenë malësia, sa adin që mos me dalën shkelje shkoa, edhe te Okarina, çdo gjë duhet me dizajnerin, po zakonisht na I marrim, unë kam shpretit punës, do më thënë e marr idenë e organizatorit apo dizajnerit, mandej vim bashkëpunim, do më thënë që ato gjana na upin ko, vizatimi, çysh do të duket, se nëse shembull çmimi I Okarinës tar, do më thënë çmimi vjetër unë që e kom punu. Ai ka qenë çprejnë ashtu popullor, që ka qenë shumë ma I fort, ma I qëndrueshëm, se ne edhe ka mujt me I përballu edhe kohrave, tash peshone me këtë çmimin e ri, domethënë është pak ma I ndishëm, duhet me pas pak ma tepër kujdes, ai që e merr çmimin, ai që ja dan çmimin, se një kiks I vogël që mundet me ndodh, domethënë gjatë jo stresi, jo gjatë ndarjes me bomba asi, domethënë mundet. A thehet shumë lehtë, zotëri Eci? Aja, shemo, mund kujtohet se na kur për Okarinën viteve 80-ta, domethënë ka qenë përveç punës, përveç domethënë se ka qenë punim shpreh ashtu në mënyrë profesionale, punim I rast. Adem, do me elementet, nuk ka pas në element që ka qenë ndishëm që nëse preket mundet mu shtremnua, atin se ne. E tash te kja Okarina po e re, pesho disa, po nuk kom ujtë mu taku me asa, unë I kom thonë këtë herë, vazhdoj e kështu, a herën tjetë urëm e bisedojmë edhe e gjojmë një gjutë përbashkët, ta bëjmë edhe në tjetë aja një Okarin komtare, apo këtonë se ndonë që vit për vjet, së është me ranë si ja du ta punojona, apo kush do, veç në të ketë. Po që të ketë kujdes që dhe nëse rëshqet nga dora mos thet, është këgjani përgjithësi sigurisht edhe kjo. Jo, adin shka, shemo unë nëse e punoj si profesionist, adin e di ku është pika dopt apo ku është asi. Por shemo ai që e dan. Aty janë pyetje emocione, është pyetje publiku, është pyetje tash mos mi numëru gjitha xhanat, por është edhe tjetra, edhe ai që e pranon. Edhe ai prej emocioneve nuk aty veç një kiks I vogël mund të thasë edhe pse riparohet atë se ne poshtë që sikur atë servisin kur ta merr në shtëpi edhe thehet një gotë ai prishet çefi. Është funi botës po. Mirë, prishet shefi. Zotrit Eci, e përmendëm edhe pak në fillim, por edhe një herë Trind sa po interesohen, qoftë në Prizren, qoftë në mbar vendin, që me mbajt sa më gjallë, sa më shumë në jetë këtë zeje, ose edhe me trashëgu tutje këtë zeje t'jashtëzakonshme. Unë e ceka edhe parës, do më tonë qëllimi I reaktivizimit, se unë jam mjeshtër që mund në mënyrë individuale me punu, edhe nuk është kurfar problemi, se zeja filigranit është si edhe disa zeje tjera është ekonomi familjare, mund është në familje, mund është me fëmijët, mund është me asë unë pitregoj këto njetën e përdiqme si është. E tash, nëse mirësh me hapjen e dyqanit, do më thonë nëse veç asi mirësh me biznis, atëre arti lijet anash, se nuk e ko me ju kushtua, din se në qaq arti, do më thonë e shë biznisin, e biznisit shtyn me fitu, me punu, me asi. Po, qka është këtu të rasti të rive? Unë shemë, më kujtohet asi, është interesant, që interesimi është I madh, këtë grup tash trajnimit gjeneratave të reja, kursi që zgjatë 8 mujtë në Prizren, është pjesa dërmuese Prishtinës, janë dizajnere,
ka arkitekte, domethënë student arkitekturës, ka dizajnit, kështu që interesimi është edhe më shprezdonse se janë gjeneratës femrore, gjinis femrore, se tash gjeneratës, po gjinis femrore që unë shpesh bile me përdor edhe kur bisedoj me kursistët atë, ju jeni gjinis femrore, nesër boni nana, domethënë kur doni me pas qetësi shpirtërore me fëmijët e juaj, domethënë nuk e kanë stresin e bankave, nuk e kanë stresin e jetës përditshme. Apo është art me vërtet që prej një telit do me kriju diçka. Po për interesim me falem, po për interesim për të bler nga njerëzit apo për të porositur, për t'i pas në shtëpitë e tyre, jo vetëm si trofe, si çmime, po edhe si stoli apo edhe si një dekor në shtëpinë e tyre, sa ka interesim në këtë pjesë? Po këtyre ky zeja e argjentarisë në përgjithësi është shumë e ndihshme. Domethënë kur është kriza ekonomike më së pari, lëmia e argjentarisë, se më së pari e sheti a do të merr për ushqim diçka apo do për luks, apo këto. Po domethënë ato kanë kaluar në ato periudhat, ka interesim, po tash këtë vit jo pak por shumë është rregulluar çmimi i repromaterialit, që po ndikon shumë negativisht edhe te argjentarët, edhe asnjëri nuk më merr për bazë ata që faji është dikun tjetër, por nuk është faji te argjentarët, as pse i shtrejt ky ose ai apo këto. Po te filigrani, përparësia e filigranit është që e ka vlerën, përveç që është punëdore, e ka vlerën që nëse është një filigran i mirë fillt, atëre po ta ketë gjatësinë 100 vjet, domethënë ai ka vlerën më tepër. Ju kujtohet ndoshta edhe prej gjysheve tuaja apo prej nanave tuaja kollanat, breznat. Unë po flas për rrethin e Prizrenit, domethënë ajo është trashëgu, e ka bëjt gjyshja, e ka bëjt nana, ja ka lënë vajzës apo nipave, domethënë është trashëgu. Edhe nëse është desh mu riparu, është riparu edhe është bë 99% si origjinali. Gjë që nuk vlen për këto prodhimet që prodhohen me teknika tjera, sikur që i kemi në përshitore si lloji bijuterive, lloj-llojshme. Zotri Tejeci, ne arritëm në fund të kësaj interviste, duke ju falenderuar shumë për kohën edhe për rrugën që e keni bërë nga Prizreni këtu, duke ju dëshiruar së pari shëndet, edhe po shpresoj që kemi më pa edhe vitin e ardhshëm. Besoj, faleminderit edhe për juve për ftesën, juve ju dëshiroj punë të marr, mos i leni anash këto vlerat artistike, se unë shpesh edhe në kontaktet me qoftë mediave, qoftë me turistu, e përmeni këtë fjalë, që nëse Prizreni, lidhen e Prizrenit dhe ka si ikon historike, filigrani është ikon artistike, ikon kulturore. Kështu që, në fakt, ne kemi bërë edhe emisione dhe në të kaluarën, kemi qenë edhe në Prizren, por që absolutisht nuk do t'alëm anash dhe do të mundohemi që edhe ne t'ja japim hapësirën tonë mediale juve njerëzve që punoni edhe mbani gjallë këtë zeje. Kështu që faleminderit shumë, do takohemi prapë herave të tjera. Faleminderit edhe për juve.